Jo, e ka zoti Malaj për replik. Zoti Malaj për replik. Shumë faleminderit deputetit Blushi, që pas 3 muajsh ma dha drejtën flas, kur unë kam folë dhe herë tjera për ngjarjen e 20 janarit, një ngjarje që është pikërisht për turpin tuaj, partisë tuaj, por dhe të veprimeve të mos veprimeve tuaja. Josefin, mos folë se është turp për ty të përmersh gardistët, po lema letës, nuk më tregoti mu. Dhe e para, ka 15 vjetë që pikërisht ky grup parlamentar flet për mu, për familjen time, për 20 janarin, për grupin e zjarrit dhe kush këta, që është e turpshme, që grupi zjarrit në Gardën e Republikës as nuk ka ekzistuar ndonjëherë, as nuk është në asnjë lloj strukture dhe organigrame. Por shpikja që bët ju për të deviju gjitha ngjarje, atë situatë të turpshme dhe pikërisht ndaj meje, ndaj efektive të Gazës së Republikës, ndaj Gazës së Republikës atyre djemve, burrave dhe grave që i baltosët me pa drejt. Dhe e turpshme edhe për atë që sot del tu dhe folë policinë e shtetit. Në vërtet, unë do të them gjithë kolegëve, po dhe gjithë mbare opinionit publik, në të vërtet nuk ka ekzistu kur një grup zjarri. Dhe ata që e bëni 20 janarin, i janë përgjegjës kryesor janë pikërisht këta këtu. Këta këtu, që me veprimet dhe mos veprimet e tyre, kriju një situatë të tillë. Kriju një situatë të tillë që është turpi më i madh për këta. Dhe që këta, jo është gatëras Gjojsuf, jo. Nuk gatëras Gjojsuf, jo. Se ka 15 vjetë që flitet në media, emisione dhe ku do për 20 janarin. Fjet për Agron Malaj, për 20 janarin që Agron Malaj nuk ka pas as Agron Malaj, as efektive që ka pas Agron Malaj në Varësi, nuk ka pas lidhje me 20 janarin. Do t'jap një ndryshim shumë madh. Në një kur unë pyetesha para prokurorisë, kishim një ndryshim madh midis me atëherë dhe ju sot. Ku unë kam deklaruar dhe kam deponu që në qoftë se një efektivim nën komandën time ka gisht në ngjarjen e 20 janarit, unë jam përgjegjës bashkë me to. E kam të shkruar. Po ju jeni përgjegjës për ngjarjen e 20 janarit ku e prorët e mi dhe mbi meje, se ju kështu e keni, për të anashkalu këtë ngjarje, për të fsheh autorët e vërtet, u morët me ca oficer thjesht gardës. Unë kam qenë komandë i seksionit 4, nuk kam qenë as komandë i forës speciale, nuk kam qenë as komandë garde, as shef shtabi, e me radhë. Kam qenë një komandant i një strukture ku unë kam marrë përgjegjësi për strukturën time. E kam marrë dhe e kam të shkruar të zezën të bardhë, ku asnjë nga efektivët e mi nuk ka pas gisht dhe ngjarje në 20 janar. Dhe më e keqja është që e baltosën atë gardën me atë paturpsin tuaj dhe sot vazhdoni prapë. Dhe Josefin, unë jam gardist dhe kam bërnder tim gardist. Unë kam qenë gardist, jam betu t'i shërbea dheu, si që kam qenë gardist, kam qenë dhe oficeri i forcave të armatosura, kam qenë edhe në disa institucione tjera, e kam kry punën time me shumë dëshmëri dhe përkushtim, duke kry këtë punën time me kaq dëshmëri dhe përkushtim, jam dhe sot tu në parlament, ku 15.000 shuplaka në Qarkun Dibër, erdhen kundër jush, ku pas 35 viteve Qarkun Dibër e kthym në rrugën e drejtë. Atë vjedhjen e votave tregoja këti këtu, bashkë me kësaj që është turpi Matit dhe ati që është turpi Dibrës, që gjithë jetën janë marrë me familjar, me shpifje, me maskarada, me loj pisliqesh, si e si, shpif, diçka ngelet. Pa ne du të them që lejeni 20 janarin drejtësis, të bëj punë e saj drejtësia, dhe ta shikojmë se si do tjetë e vërtet a 20 janarin. Faleminderit.